Në çdo sekond që kalon ndërsa dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po udhëton në përhapësirë me një shpejtësinë prej 30 kilometrash në sekond. Por diçka është e çuditshme. Toka juaj, planeti që njihni, që mendoni se e kuptoni, është vetëm njëra nga dy trupat qiellor që ju mbajnë në ekuilibër. Tjetra, ajo sfera e bardhë që e shihni çdo natë, fsheh një sekret kaq të thellë sa shkencëtarët akoma nuk guxojnë ta shqiptojnë me siguri. Hëna juaj nuk është ajo që duket. Ajo tinglon si një zile kur goditet. Ajo ka një densitet që sfidojnë çdo logjik. Dhe brenda saj, në errësirën e saj absolute, mund të ekzistojë diçka që do të ndryshonte çdo gjë që dini për sistemin tuaj diellor. Në vitin 1969, astronauti Neil Armstrong vendosi aparate seizmike në sipërfaqen e Hënës. Kur moduli i Apollo 11 u largua dhe përplasi fazën e sipërme me sipërfaqen hënore, seizmografët regjistruan diçka tmerrsisht të pazakontë. Hëna dridhej, por jo si një trup i ngurtë shkëmbor. Ajo dridhej si një zile e madhe metalike. Vibrimi vazhdoi për më shumë se 3 orë, 3 orë të plota. Inxhinieri Maurice Ewing nga Universiteti Columbia tha atëherë: "Është sikur dikush ka goditur një zile në kambanarinë e kishës." Trupi i Hënës transportoi valët sismike me një mënyrë që asnjë trup shkëmbor nuk mund ta bëjë. Por kjo ishte vetëm fillimi i anomalive. Kur shkencëtarët më vonë llogaritën densitetin mesatar të Hënës, ata zbuluan një kontradiktë që ende nuk është zgjidhur plotësisht. Hëna ka një densitet mesatar prej 3.3 gramësh për centimetër kub. Toka ka 5.5. Kjo nuk duket aq e çuditshme në shikim të parë, derisa e krahasoni me çfarë dim për formimin e planetëve shkëmbor. Një trup qiellor i formuar nga shkëmbinjtë të njëjtë si toka duhet të ketë një densitet të ngjashëm. Por Hëna është tepër e lehtë. Është gati 2 fish më e lehtë se sa duhet të ishte nëse do të ishte e plotë, e ngurtë, e bërë nga shkëmbinjtë të ngjashëm me ato që gjejmë në planetin tonë. Tani e kuptoj plotësisht se ku po shkon mendja juaj. Internet është i mbushur me teori konspirative rreth Hënës së zbrazët, bazave të jashtëtoksorëve, stacioneve artificiale. Kjo është pikërisht ajo që shkencëtarët e vërtet duan të shmangin. Por këtu është pjesa e jashtëzakonshme. Data shkencore, data e vërtet, e mbledhur nga 53 vjet eksperimentesh, vërtet tregon se diçka brenda Hënës është fundamentalisht ndryshe nga çfarë pritet. Jo për shkak të jashtëtoksorëve, por për shkak të proceseve gjeologjike kaq të pazakonta sa ne akoma nuk i kuptojmë plotësisht. Në mes të viteve 70, shkencëtarët përdorën të dhënat nga mijëra tërmete hënore për të krijuar imazhin e parë të brendësisë së Hënës. Seizmografët e vendosur nga misionet Apollo regjistruan aktivitet sismik për 8 vjet me radhë. Çdo goditje e një meteoriti, çdo dridhje termike, çdo lëvizje e brendshme. Ajo që zbuluan ishte një strukturë në shtresa që dukej normale në sipërfaqe, por bëhej gjithnjë më e çuditshme sa më thellë shkonin. Shtresa e parë, kora hënore, ka një trashësi prej rreth 50 kilometrash në anën e dukshme dhe deri në 120 kilometra në anën e largët. Kjo është normale. Pastaj vjen manteli, një zonë prej shkëmbinjsh të shkrirë pjesërisht që shtrihet deri në thellësinë prej 1000 kilometrash. Edhe kjo është e pritshme. Por pastaj fillon anomalia. Valët sismike që udhtonin përmes Hënës filluan të silleshin në mënyrë të pazakontë kur arritën në thellësi më të mëdha se 1100 kilometra. Disa prej tyre zhduken plotësisht, të tjera pasqirohen, të tjera ngadalsohen në mënyrë dramatike. Kjo sjellje është identike me atë që ndodh kur një valë sismike kalon nga një medium i ngurtë në një medium të lëndshëm ose shumë të zbrazët. Shkencëtari Sean Solomon nga institucionin Carnegie përshkroi këtë kështu në vitin 2008. Hëna ka një bërtham që ose është e lëngshme, ose përmban kavitete të mëdha të zbrazta, ose është e përbërë nga materiale me densitet jashtëzakonisht të ulët. Të tre opsionet janë problematike për modelet tona aktuale të formimit hënor. Problematike. Kjo është fjala që shkencëtarët përdorin kur data nuk përputet me teorinë. Kur realiteti refuzon të respektojë modelet tona, kur natyra na tregon se diçka thelbësore në kuptimet tona është e gabuar. Teoria më e pranuar për formimin e Hënës quhet hipoteza e goditjes së madhe. Sipas saj, rreth 4 miliardë 50 milion vjet më parë, një trup qiellor, sa planeti Mars,
përplasi tokën e re të formuar. Goditja ishte aq e dhunshme sa materia e shkrir nga të dy trupat u hodh në hapësirë. Kjo material më pas u kondensua dhe formoi hënën. Kjo teori shpjegon shumë gjëra. Shpjegon pse hëna ka kaq pak hekur në krahasim me tokën, shpjegon pse përbërja kimike e shkëmbinjve hënor është kaq e ngjashme me mantelin toksor, shpjegon pse sistemi tok-hën ka një momentum këndor kaq të lartë, por nuk shpjegon se pse hëna tingëllon si e zbrazët. Nuk shpjegon densitetin e ulët, nuk shpjegon strukturën e saj të brendshme të pazakontë. Kur astronautët e Apollo 11 përplasën fazën e tretë të raketës Saturn 5 në sipërfaqen hënore me një forcë ekuivalente me 11 ton tritol, seizmografët regjistruan një vibrim që zgjati 3 orë e 20 minuta. 3 orë. Imagjinoni të goditni një shkëmb dhe ai të vijojë të dridh për 3 orë. Kjo nuk ndodh në tokë. Kjo nuk ndodh në Mars. Kjo nuk ndodh në asnjë trup shkëmbor që kemi studiuar ndonjëherë. Gjeologu Ross Taylor nga Universiteti Kombëtar Australian i quajti këto rezultate të tmerrshme. Ai tha: Hëna duhet të ketë një strukturë që lejon transmetimin afatgjatë të valve sismike, gjë që do të thotë se brenda saj ose ka hapësira shumë të mëdha, ose materiali ka veti akustike që ne nuk i kuptojmë. Hapësira të mëdha, kavitete, zbraztira. Këto fjalë që shkencëtarët nuk duan t'i përdorin kur flasin për brendësinë e hënës, sepse njerëzit menjëherë kërcejnë në përfundime fantastik. Por data është data, dhe data thot se diçka brenda hënës nuk është e ngurtë, e dendur, e plot siç do të pritej. Në vitin 2011, misioni Grail i NASA-s vendosi 2 satelit në orbitë rreth hënës për të hartuar fushën e saj gravitacionale me precizion të paprecedent. Çdo anomali në fushën gravitacionale tregon një ndryshim në densitetin e materialit nën-toksor. Nëse ka një shkëmb shumë të dendur nën sipërfaqe, graviteti atje është më i fortë. Nëse ka një kavitet, graviteti është më i dobët. Ajo që zbuloi Grail ishte mahnitse. Hëna ka qindra anomali gravitacionale. Disa prej tyre korespondojnë me strukturat e dukshme si detet, e lava dhe krateret e mëdha, por të tjera nuk kanë asnjë shpjegim të dukshëm. Ka zona ku graviteti është domethënë më i dobët se sa duhet, duke sugjeruar se materialet nën sipërfaqe janë më pak të densa se sa pritej. Ka zona ku modelet e zakonshme gjeologjike thjesht nuk funksionojnë. Shkencëtarja Maria Zuber nga MIT, investiguesja kryesore e misionit Grail, deklaroi: Hëna ka një strukturë të brendshme më komplekse se sa çdo trup tjetër shkëmbor që kemi studiuar. Ajo nuk është thjesht një top shkëmbinjsh, ka diferenciacion, ka shtresa, ka zona me veti të pazakonta. Por çfarë do të thotë kjo për ju, për ne, për specien njerëzore që jeton në hijen e këtij trupi qiellor misteroz? Do të thotë se sateliti më i afërt natyror ynë, objekti që kontrollon baticën dhe zbaticën, që ka ndikuar evolucionin e jetës në tokë për miliarda vjet, akoma nuk kuptohet. Ne kemi ecur në sipërfaqen e tij, kemi sjell shkëmbin nga ai, kemi vendosur pasqyra dhe instrumente, por thellësitë e tij mbeten të errta. Disa shkencëtar sugjerojnë se hëna mund të ketë një bërtham të vogël metalike të ngjashme me atë të tokës, por shumë më të vogël në proporcion. Kjo do të shpjegonte densitetin e ulët, materia e jashtme do të ishte shkëmb i lehtë silikati, ndërsa bërthama e vogël qendrore do të përmbante hekurin dhe nikelin. Por edhe kjo teori ka probleme. Nëse bërthama është kaq e vogël, pse valet sismike sillen kaq çuditshëm? Pse vibrimi zgjat kaq shumë? Një teori tjetër sugjeron se manteli i hënës përmban zona të mëdha me material të shkrir pjesërisht, si xhepa magme të përhapur në të gjithë strukturën. Kjo do të shpjegonte disa nga anomalitë sismike. Por nuk shpjegon pse hëna në tërësi është kaq e lehtë. Nuk shpjegon tingullin e ziles. Teoria më radikale, propozuar në një numër i vogël shkencëtarësh, thotë se hëna në fakt ka kavitete natyrale të mëdha në brendësinë e saj. Jo se është artificiale, jo se është e ndërtuar, por se procesi i formimit të saj krijoi struktura të pazakonta. Kur materia e ngjehtë e shkrir u ftoh shpejt në hapësirë, mund të jenë formuar flus gazi, kavitete të mëdha, shtresa jo uniforme. Kjo do të ishte pa precedent në shkencën planetare, por data të paktën e lejon si mundësi. Por këtu është pjesa që vërtet duhet t'ju bëjë të ndallni dhe të mendoni. Çdo natë, kur shikoni lart dhe shihni atë disk të argjend në qiell,
Ju po shikoni një objekt që përmban më shumë sekrete se sa kemi zbuluar për planet që janë qindra miliona kilometra larg. Ne dim më shumë për sipërfaqen e Marsit se sa për brendësinë e Hënës. Kemi imaze më të qarta të Plutonit se sa të strukturës së thellë hënore. Sateliti ynë më i afërt mbetet enigma më e madhe e sistemit ton të brendshëm diellor. Dhe kjo nuk është vetëm një kuriozitet akademik. Kuptimi i brendësisë së Hënës është thelbësor për planetet e ardhshme të eksplorimeve njerëzore. NASA planifikon të vendosë një bazë të përhershme hënore brenda dekadës së ardhshme. Ajo bazë do të kërkoj ujë, do të kërkoj burime, do të kërkoj kuptim të mjedisit. Nëse nuk e dim se çfarë është brenda Hënës, si mund të ndërtojmë atje me siguri? Nëse ka kavitete të mëdha, ato mund të shemben. Nëse ka magmë të shkrirë, mund të ketë aktivitet vulkanik të ri. Nëse struktura është kaq e pazakont, çfarë rreziqesh të tjera mund të ekzistojnë? Imagjinoni për një moment se jeni një seizmolog në vitin 1971. Ju uleni përpara një ekrani që tregon të dhënat nga seizmografët e Apollo dhe papritur, në mes të natës, shihni një valë sismike që nuk duhet të ekzistojë. Ajo nuk vjen nga sipërfaqja, nuk vjen nga ndonjë goditje meteoriti. Ajo vjen nga brenda, nga një thellësi prej 1100 kilometrash, dhe sillet si asgjë që keni parë ndonjëherë. Kjo nuk është fantazi, kjo ndodhi. Shkencëtari Yoshio Nakamura nga Universiteti i Teksasit kaloi 3 dekada duke analizuar regjistrime seizmike hënore. Ai zbuloi se Hëna ka një tipar që asnjë trup tjetër shkëmbor në sistemin diellor nuk e ka. Ajo amplifikueshte valet sismike. Një goditje e vogël në sipërfaqe krijon një jehon që udhëton përmes të gjithë trupit hënor si një tingull në një salë koncertesh të zbrazët. Në tokë, valet sismike dobësohen shpejt. Energjia absorbohet nga shkëmbinjt, nga uji, nga shtresat e ndryshme. Por në Hënë, valet udhëtojnë më larg, zgjasin më shumë, kthehen mbrapsht në mënyra të paparashikueshme. Është sikur Hëna është projektuar për të rezonuar. Por çfarë rezonon? Shkëmbinjt e ngurtë nuk rezonojnë për 3 orë. Metali i shkrirë nuk rezonon kështu. Çfarë lloj strukture mund të krijojë këtë efekt? Nakamura propozoi një model që akoma është kontroversial. Ai tha se Hëna mund të ketë një shtresë të brendshme me densitet shumë të ulët, potencialisht një zonë me shkëmbinj shumë të thyer ose edhe kavitete të vogla të lidhura. Kjo strukturë do të funksiononte si një guaskë akustike, duke kapur dhe duke amplifikuar valët. Teoria nuk u prit mirë. Shumë kolegë e quajtën spekuluese, por data mbështeste idenë. Dhe sa më shumë eksperimente bëheshin, aq më fort bëhej evidenca. Tani le të ndryshojmë shkallën. Le të shkojmë nga seizmologjia tek diçka edhe më fundamentale. Le të flasim për atë që quhet momente inerciale. Kjo është një madhësi që tregon se si masa e një objekti shpërndahet rreth qendrës së tij. Një top metalik solid ka një moment inercial të lartë. Një guaskë e zbrazët ka një moment inercial më të ulët. Nëse një trup qiellor rrotullohet, shpejtësia e rrotullimit dhe forma e orbitës tregojnë se si masa është e shpërndar brenda. Në vitin 2011, shkencëtarët në laboratoria e propulsionit reaktiv përdorën të dhënat nga misioni LRO për të llogaritur momentin inercial të Hënës me precizion të ri. Rezultati ishte i befasishëm. Hëna ka një moment inercial që korespondon me një trup ku masa është e përqendruar më shumë drejt sipërfaqes se sa drejt qendrës. Kjo do të thotë se shtresat e jashtme janë më të densa se bërthama, ose që bërthama është shumë më e vogël dhe më e lehtë se sa pritej. Ose që ka hapësirë, zbrazti, diçka që nuk duhet të jetë atje. Shkencëtari James Williams nga laboratori i propulsionit reaktiv e shpjegoi kështu. Nëse Hëna ishte formuar në një goditje dhe u ftoh shpejt, materialet e rënda si hekuri do të kërcenin në qendër. Por nëse procesi i ftohjes ishte jo uniform, ose nëse ka pasur aktivitet vulkanik të vonshëm që ka cuar material të lehtë në sipërfaqe dhe ka lënë gjepa bosh më poshtë, atëherë shpërndarja e masës do të ishte saktësisht ajo që shohim, gjepa bosh. Fjalë të tilla nuk përdoren lehtë në literaturën shkencore, por të dhënat i detyrojnë shkencëtarët t'i përdorin. Le të bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni që mbani në duar 2 topa me të njëjtin madhësi. Njëri është prej qeliku solid, tjetri është një guaskë alumini e mbushur me ajër. Cilën mund ta dalloni pa i hapur? Peshën sigurisht.
Por imagjinoni që i lëshoni që të dy nga e njëjta lartësi. Si do të binin? Në vakum, të dy do të binin me të njëjtën shpejtësi. Por nëse i godisnit me një çekiç, si do të tingëllonin? Çeliku do të jepte një tingull të mpreth të shkurtër. Guaska e zbrazët do të tingëllonte si një zile, e zgjatur me jehon. Hëna tingëllon si guaska, por ajo është më e madhe se çdo gjë që mund të mbani në duar. Ajo është më e madhe se kontinentet, dhe nëse vërtet ka kavitete të brendshme, ato nuk janë të vogla. Ato do të ishim në shkallë të maleve, në shkallë të qyteteve, në shkallë që ne as nuk mund ta imagjinojmë plotësisht. Por a mund të ekzistojë vërtet një kavitet kaq i madh në një trup qiellor? A mund të mbetet stabil për miliarda vjet? Le të shikojmë provat nga truhet e tjerë qiellor. Marsi ka dy hëna të vogla, Phobos dhe Deimos. Të dyja kanë densitet jashtëzakonisht të ulët. Phobosi ka një densitet prej vetëm 1.9 gramësh për centimetër kub. Kjo është më pak se shkëmbi i ngurtë, është afër densitetit të ujit. Shkencëtarët besojnë se Phobosi mund të jetë deri në 50% i zbrazët në brendësi. Jo sepse është artificial, por sepse është formuar nga grumbullimi i materialeve të shpengura gjatë goditjesh, duke lënë shumë hapësirë bosh midis copëzave. Asteroidi Itokawa, i studiuar nga sonda japoneze Hayabusa, ka një densitet edhe më të ulët. Ai është pothuajse si një grumbull rërë në hapësirë, me më shumë zbrazti se sa material solid. Këto janë trupa të vegjël, por ato tregojnë se natyra mund të krijojë struktura me kavitete të mëdha. Pse jo edhe hëna? Në fund të fundit, formimi i saj ishte një ngjarje katastrofike. Një goditje që shkriri shkëmbin, që hodhi material në orbit, që krijoi temperatura më të larta se sipërfaqja e diellit. Në atë kaos, çdo gjë ishte e mundur. Por le të kthehemi te provat konkrete. Le të flasim për diçka që quhet shkëmbin KREEP. Kjo është një akronim që qëndron për shkëmbin të pasuruar me kaliumi, letërej Pi, elementi të rrallë tokësor, dhe fosfor Pi. Këta shkëmbin u gjetën nga misionet Apollo dhe ishin të çuditshëm nga fillimi. Ata përmbajnë elemente që nuk duhet të jenë aq të koncentruara në sipërfaqen e hënës. Këto elemente janë të rënda dhe duhet të kenë rënë në bërtham gjatë formimit, por ato janë atje, në sipërfaqe, në sasi të pazakonta. Shpjegimi më i pranuar është se shkëmbinjt KREEP përfaqësojnë shtresën e fundit të magmës që u ngurtësua në sipërfaqen e hënës. Kur hëna ishte e shkrirë plotësisht, elementet e lehta notuan në sipërfaqe dhe ato të rënda ranë poshtë. Por pastaj në fazat e fundit, disa nga këto elemente të rënda u ngjitën përsëri, të kapura në lëngjet të fundit që po ngurtësohej. Kjo teori ka kuptim, por ajo nënkupton diçka tjetër. Nëse ka pasur lëvizje kaq komplekse të materialeve, nëse shtresat janë përzier dhe riorganizuar, atëherë struktura e brendshme e hënës nuk është thjesht një model i rregullt kor-mantel bërtham. Ajo është një mozaik i zonave të ndryshme, me përbërje të ndryshme, me densitete të ndryshme, dhe disa nga ato zona mund të jenë shumë më pak të densa se sa të tjerat. Në vitin 2015, një grup shkencëtarësh në Universiteti i Brownit publikuan një studim që shqyrtonte gjurmët e lëngjeve në brendësinë e hënës. Ata përdorën të dhëna nga sonda LRO dhe nga eksperimentet sismike të Apollo për të hartuar zonat ku mund të kishte ujë të ngrirë ose lëngje të tjera. Ata zbuluan se disa nga krateret e polare, ato që nuk shohin kurrë dritën e diellit, mund të përmbajnë qindra miliona ton akull. Por më e rëndësishmja ishte se ata gjetën edhe shenja të mundshme të lëngjeve në thellësi më të mëdha. Në zona ku temperatura është shumë e lartë për akullin, por ku valët sismike tregojnë prani të materialit me densitet të ulët. Lëngjet në brendësinë e hënës. Kjo tingëllon e çmendur, por lava e shkrirë është lëng. Dhe ne e dim se hëna ka pasur aktivitet vulkanik deri para 3 miliard vjetësh. Detet e errëta që shihni në sipërfaqen e hënës janë lava e vjetër e ngurtësuar. Ato mbulojnë sipërfaqe më të mëdha se kontinentet tërësore. Por nga erdhi ajo lava? Nga shtresat e brendshme. Dhe nëse ajo lava doli, çfarë mbeti pas? Tuba të zbrazët, kanale, kavitete. Në tokë kemi tuba lave që zjaten për kilometra. Në hën ku graviteti është 1/6 e atij të tokës, tubat mund të jenë shumë më të mëdhenj. Mund të jenë sa tunele hekurudhash,
sa autostrada, sa qytete të tëra. Shkencëtarja Ashley Groff nga Universiteti i Purduit përdori të dhëna nga Grail për të kërkuar nënshkrime gravitacionale të tubave të lavalit. Ajo gjeti qindra anomali që korespondojnë me tuba të mundshëm. Disa nga ata mund të kenë deri në 5 kilometra gjerësi. 5 kilometra. Kjo nuk është një shpel, kjo është një botë nëntoksore. Dhe nëse ka qindra të tillë, atëherë volumi total i zbrastive në hën mund të jetë i jashtëzakonshëm. Mund të jetë sa një qytet i tërë, sa një shtet, sa një rajon i tërë i strukturave bosh nën sipërfaqen e ftohtë hënore. Por këto janë tuba lave. Ato janë prova e proceseve vulkanike, nuk janë mistere. Ato janë gjeologji normale. Çështja është se nëse kemi tubat e lave, Çfarë tjetër mund të kemi? çfarë strukturash të tjera mund të fsihen atje? Le të kthehemi te valët sismike. Le të flasim për një fenomen që quhet hije seizmike. Kur një valë sismike udhëton përmes tokës dhe has në një strukturë të madhe me densitet të ndryshëm, ajo krijon një hije në anën tjetër. Zona ku valët nuk arrin. Kjo është saktësisht kështu që shkencëtarët zbuluan bërthamen e jashtme të lëngshme të tokës. Ata panë se valët e tipit S, që nuk mund të udhtojnë përmes lëngjeve, nuk arrinin në ana tjetër të planetit pas një tërmeti të madh. Kjo krijoi një hije sismike, dhe nga forma e asaj hijeje, ata llogaritën madhsinë dhe natyrën e bërthamës. Në hën ka hije seizmike, por ato nuk janë të rregullta. Ato nuk krijojnë një model të qartë të një bërtham të vetme qendrore. Në vend të kësaj, ato krijojnë një mozaik të zonave që bllokojnë valët. Sikur të ketë jo një bërtham, por shumë zona të veçanta me veti të ndryshme. Disa shkencëtarë e quajnë këtë një bërtham të fragmentuar. Të tjerë e quajnë një strukturë shumë shtresore me diskontinuitete, por askush nuk e quan normale. Tani, le të bëjmë një krahasim shumë specifik. Le të krahasojmë hënën me një objekt që e njohim mirë dhe që ka një strukturë të ngjashme në sipërfaqe. Ganimede, hëna më e madhe e Jupiterit. Ganimede është pak më i madh se hëna jon. Ai ka një sipërfaqe të mbulluar me akull dhe shkëmbinj, dhe ai ka një bërtham metalike. Misionet e Galileos dhe Juno kanë studiuar fushën magnetike të Ganimede dhe kanë përcaktuar se bërthama përmban hekur dhe nikel të shkrirë, si një version më i vogël i bërthamës së tokës. Gjithashtu, Ganimede ka një mantel shkëmbor midis bërthamës dhe sipërfaqes së akullt. Kjo është një strukturë e qartë, e parashikueshme, e kuptueshme. Hëna jon nuk ka këtë. Hëna jon ka një strukturë që nuk përputhet me asnjë model standard, dhe sa më shumë të dhëna mbledhim, aq më e çuditshme bëhet. Por çfarë do të ndodhte nëse hëna vërtet ka kavitete të mëdha? Çfarë do të thotë kjo për stabilitetin e saj? Mos harroni se hëna është e bllokuar në drejtim të tokës. E njëjta anë shikon gjithmonë drejt nesh. Kjo ndodh sepse forcat e baticës së tokës kanë ngadalësuar rrotullimin e hënës, derisa periudha e rrotullimit u bë e barabartë me periudhën e orbitës. Por nëse ka kavitete të mëdha, shpërndarja e masës nuk është uniforme. Kjo do të thotë se forcat e baticës nuk veprojnë në mënyrë të barabartë. Kjo do të thotë se me kalimin e kohës, hëna duhet të ketë patur një histori të ndryshme rrotullimi. Dhe në fakt, kjo është ajo që shohim. Analiza e orbitës së hënës tregon se në të kaluaren e largët, ajo ka pasur një rrotullim më të shpejtë. Ajo nuk ishte gjithmonë e bllokuar. Ajo ka ngadalësuar gradualisht. Por nëse struktura e brendshme është kaq e çrregullt, pse ngadalësimi ishte kaq i qëndrueshëm? Pse hëna nuk u lëkund? Pse nuk ndryshoi orientimin? Përgjigja mund të jetë se kavitetet, nëse ekzistojnë, janë të shpërndara në mënyrë të tillë që ato e ruajnë ekuilibrin, ose se ato janë të vogla krahasuar me masën totale dhe nuk ndikojnë mjaftueshëm për të shkaktuar paqëndrueshmëri. Por të dyja këto shpjegime kërkojnë modele shumë të veçanta të strukturës së brendshme, modele që ne akoma nuk i kemi ndërtuar plotësisht. Në vitin 2017, një grup ndërkombëtar shkencëtarësh nga Japonia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania publikuan një studim që përdorte simulime kompjuterike për të modeluar formimin e hënës. Ata simuluan goditjen e madhe mijëra herë duke ndryshuar parametrat, shpejtësinë e goditjes, këndin, madhësinë e trupave,
dhe në shumicën e simulimeve, hëna që rezultonte kishte një strukturë jo uniforme. Kishte zona ku materia e shkrirë ishte mbledhur më shpejt, zona ku gazrat ishin kapuar, zona ku ftoja ishte jo e barabartë. Në disa nga modelet, hëna që rezultonte kishte kavitete natyrale që mbështeteshin nga struktura e brendshme e fortë. Këto nuk ishin kavitete artificiale, ato ishin rezultati procesit kaotik të formimit. Dhe ato mund të mbeteshin të qëndrueshme për miliarda vjet nëse shtresat përreth tyre ishin mjaft të forta. Studimi përfundoi se struktura e brendshme e hënës është më e ndërlikuar se çdo model i mëparshëm, dhe se për ta kuptuar plotësisht, ne do të duhet të bëjmë sondazhe seizmike shumë më të hollësishme. Ne do të duhet të vendosim stacione të reja seizmike. Ne do të duhet të kthehemi në hënë, jo vetëm për të ecur në sipërfaqe, por për të dëgjuar thellësitë e saj. Por këtu është pyetja që vërtet duhet t'ju bëj të merrni frymë. Nëse hëna ka kavitete kaq të mëdha, a mund të jetë e banueshme? Jo në sipërfaqe, ku temperatura luhatet nga 170 gradë Celsius ditën në minus 170 gradë natën. Por brenda, në tubat e lave, në kavitetet e mbrojtura, atje ku temperatura është e qëndrueshme, atje ku rrezatimi kozmik nuk arrin, atje ku një koloni njerëzore mund të ndërtojë strehim, pa nevojën për struktura komplekse në sipërfaqe. Kjo nuk është fantashkencë, kjo është inxhinieri e vërtet. Agjencia japoneze e eksplorimeve hapësinore ka studiuar tubat e lavalit hënor si vende të mundshme për baza. Ata kanë llogaritur se një tub 5 kilometra i gjerë mund të strehonte një qytet të tërë, mund të mbështeste bimësinë në drita artificiale, mund të përdorte ujin e ngrirë që mund të ekzistojë në thellësi, mund të ishte fillimi i një qytetërimi hënor të vërtet. Por për ta bërë këtë, ne duhet ta dimë se çfarë ka brenda. Ne duhet ta dimë nëse është e sigurt, ne duhet ta dimë nëse ka resurse. Dhe për këtë, ne duhet të eksplorojmë brendësinë e hënës me një nivel detaji që akoma nuk e kemi arritur. Le të flasim tani për një provë që rrallë përmendet në diskutimet publike. Në vitin 1973, misioni Apollo 16 soli në tokë një mostër shkëmbi që përmbante kristale magnetiti. Kjo ishte e çuditshme, sepse magnetiti formohet vetëm në pranitë e një fushë magnetike. Por hëna nuk ka fushë magnetike sot. Analiza e mvonshme tregoi se ajo mostër ishte formuar para më shumë se 4 miliard vjetësh në një kohë kur hëna kishte një fushë magnetike. Kjo do të thotë se hëna dikur kishte një bërtham të shkrirë metalike që gjeneronte magnetizëm përmes lëvizjes së lëngshme. Por pastaj ajo bërtham u ftoh. Fushë magnetike u shua. Kjo është teori standarde, por këtu është pjesa e çuditshme. Disa shkëmbin hënor tregojnë shenja magnetizmi të fituar shumë më vonë, pas 2 miliard vjetësh të parë. Kjo do të thotë se diçka riaktivizoi fushën magnetike, ose se ka pasur një proces tjetër që gjeneroi fushë magnetike lokale, procese që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Shkencëtari Benjamin Weiss nga MIT studioi këto anomali magnetike për vite. Ai propozoi se mund të ketë pasur lëvizje konvektive në mantel që krijuan fushë magnetike të përkohshme, ose se goditje të mëdha meteorike shkaktuan shkrirje lokale që riaktivizuan magnetizmin. Por asnjë nga këto shpjegime nuk është plotësisht e kënaqshme. Dhe sa më shumë studime bëhen, aq më shumë pyetje lindin. Ktheuni përsëri te pyetja e densitetit. Hëna ka një densitet mesatar prej 3.3 gramësh për centimetër kub, por kjo është një mesatare. Nëse ndajmë hënën në zona, densiteti ndryshon. Kora e sipërfaqes ka një densitet prej rreth 2.9. Manteli i sipërm rreth 3.3. Manteli i poshtëm rreth 3.5. Bërthama, nëse ekziston, duhet të ketë një densitet prej rreth 8 nëse është metalike. Por kur llogaritim mesataren e të gjitha këtyre shtresave bazuar në modelet standarde, ju merrni një densitet më të lartë se 3.3, që do të thotë se diçka mungon. Ka një shtresë që është më e lehtë, ose ka hapësirë bosh, ose ka material që ne nuk e kemi marrë parasysh. Matematika nuk gënjen, dhe ajo tregon se struktura standarde nuk përputhet me vëzhgjimet. Duhet të ketë një korrigjim, duhet të ketë një shtresë shtesë, ose duhet të pranojmë se hëna ka një arkitekturë të brendshme që nuk përputhet me asnjë trup tjetër që kemi studiuar.
Imagjinoni se jeni një gjeolog që del nga një mision 3 vjeçar në sipërfaqen e hënës. Ju keni marrë kampion nga 10 vende të ndryshme. Ju keni bërë sondazhe në thellësi deri në 100 metra. Ju keni vendosur sensor që dëgjojnë zhurmën seizmike. Dhe kur ktheheni në tokë dhe analizoni të dhënat, ju zbuloni se çdo vend ka një histori të ndryshme. Në disa zona, shkëmbinjt janë të vjetër 4 miliard vjet. Në të tjera, ata janë vetëm 3 miliard vjet. Në disa zona, ka gjurmë aktiviteti vulkanik të vonshëm. Në të tjera, sipërfaqja nuk është prekur për miliarda vjet. Dhe kur përpiqeni të ndërtoni një model të unifikuar, ju zbuloni se nuk funksionon. Modeli kërkon një burim energjie që nuk duhet të ekzistojë. Kërkon një proces të brendshëm që duhet të ketë ndaluar para shumë kohësh. Kërkon një strukturë që nuk përputhet me teorinë. Kjo është sfida që shkencëtarët e hënës përballen çdo ditë. Dhe kjo është arsyeja pse hëna mbetet e pasgjidhur. Le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për maskonët. Kjo është një term që vjen nga anglisht dhe do të thotë koncentrime masive. Këto janë zona në hënë ku graviteti është domethënë më i fortë se në zonat përreth. Ato u zbuluan për herë të parë në vitet 60 kur orbiteri lunar kishin anomali në orbit. Diçka i tërhiqte më shumë në disa zona. Shkencëtarët zbuluan se maskonët korespondojnë me detet e mëdha të lavës, Në zona ku materiali dëndur është mbledhur. por këtu është pjesa e çuditshme. Disa maskone janë shumë më të mëdha se sa duhet të jenë bazuar në sasinë e lavës së dukshme. Kjo do të thotë se ka material shtesë në sipërfaqe, material që ne nuk e shohim. Material që mund të jetë rezultati goditjeve të lashta që hodhën material të dendur nga thellësitë dhe e mbledhen në zona të caktuara. Ose mund të jetë rezultati proceseve të brendshme që ne nuk i kuptojmë. Por çdo shpjegim kërkon një strukturë të brendshme komplekse. Një strukturë ku materialet nuk janë të shpërndara në mënyrë uniforme. Një strukturë që ka histori. Dhe tani, le të lidhim të gjitha këto copa: tingullin e ziles, densitetin e ulët, valet seizmike të çuditshme, kavitetet e mundshme, maskonët, magnetizmin e humbur. Të gjitha këto prova tregojnë drejt një konkluzioni. Hëna nuk është një top i thjesht shkëmbinjsh. Ajo është një mozaik i shtresave, i zonave, i strukturave që kanë një histori 4 miliard vjeçare të proceseve të dhunshme, të ftojes jo uniforme, të riorganizimit të brendshëm. Ajo është një arkiv gjeologjik që ruan në vete informacionin e formimit të saj. Por ne nuk mund ta lexojmë atë arkiv nga larg. Ne duhet të shkojmë atje. Ne duhet të vendosim instrumente në sipërfaqe dhe në thellësi. Ne duhet të bëjmë vrima deri në brendësinë e saj. Vetëm atëherë do të dimë të vërtetën. Vetëm atëherë do të kuptojmë se çfarë fshihet në thellësitë e atij trupi qiellor që na shoqëron prej miliarda vjetësh. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, do të zbulojmë se brendësia e hënës përmban jo vetëm sekrete gjeologjike, por edhe mundësi që ne ende nuk i kemi imagjinuar. Mundësi për jetë, për burime, për një të ardhme që shtrihet përtej tokës. Në vitin 2018, një ekip shkencëtarësh nga Observatori Astrofizik i Smithsonian vendosi të bëjë diçka që askush nuk ishte provuar më parë. Ata nisën një eksperiment që do të ndryshonte tërësisht mënyrën se si mendonin për brendësinë hënore. Shkencëtari kryesor ishte doktor René Weber, një seizmolog planetare që kishte kaluar 2 dekada duke studiuar të dhënat e vjetra nga misionet Apollo. Ajo kishte një hipotezë radikale. Nëse hëna vërtet përmban kavitete të mëdha, atëherë valet seizmike duhet të krijojnë një model pasqyrimi shumë specifik, një model që nuk mund të shpjegohet nga asnjë strukturë e njohur shkëmbore. Për ta testuar këtë, ajo përdori një superkompjuter që simuloi 100 milion tërmete hënore të ndryshme. Çdo simulim pasqyronte një strukturë të brendshme të ndryshme. Në disa simulime, hëna ishte plotësisht e ngurtë, në të tjera kishte një bërtham të vogël të lëngshme. Në të tjera kishte kavitete të mëdha në mantel. Dhe pastaj ajo krahasoi rezultatet me të dhënat reale nga seizmografët Apollo. Ajo që zbuloi e la pa fjalë. Të dhënat reale përputheshin vetëm me modele që përmbajnë kavitete të mëdha. Jo kavitete të vogla, jo carje, por hapësira me një diametër prej vjetra ose qindra kilometrash. Hapësira që duhet të ishin të mbushura me material me densitet jashtëzakonisht të ulët.
ose thjesht me zbrazdi. Weber publikoi gjetjet në revistën Science. Reagimi i komunitetit shkencor ishte i ndarë. Disa kolege quajtën punën revolucionare, të tjerë ishin skeptik. Një kritik tha se simulimet ishin të ndërlikuara dhe se modelet të tjera mund të jepnin rezultate të ngjashme. Por Weber nuk u tërhoq. Ajo vazhdoi të rafinoj modelin dhe me kalimin e viteve prova u bë gjithnjë më e fortë. Në vitin 2021, misioni Lunar Reconnaissance Orbiter i NASA-s zbuloi diçka që mbështeste drejt për drejt hipotezën e Weber. Skanimet me radar depërtuese zbuluan struktura të çuditshme nëntoksore në afërsi të mareve Tranquillitatis, deti ku Apollo 11 ishte ullur. Në thellësinë prej 200 metra, radari detektoi një ndërfaqe reflektuese që nuk duhej të ishte atje. Diçka që shkaktoi kthimin e valve elektromagnetike në një mënyrë që nuk përputhet me asnjë material shkëmbor të njohur. Analiza tregoi se kjo ndërfaqe mund të ishte tavani i një kaviteti të mbushur me ajër ose gaz. Një tub lava i vjetër që kishte mbetur i zbrazët për miliarda vjet. Por kjo ishte vetëm sipërfaqja e problemit, sepse nëse ka tuba lava kaq të mëdhenj kaq afër sipërfaqes, çfarë ka në thellësitë e vërteta? Në zonën ku valët seizmike bëhen kaotike, në zonën ku densiteti bie ndjeshëm, le të flasim tani për një fenomen që rrallëherë diskutohet jashtë qarqeve akademike, termorezonancat hënore. Kur hëna kalon nga dita në natë, temperatura e sipërfaqes ndryshon me më shumë se 300 gradë. Ky ndryshim i shpejt shkakton zgjerim dhe tkurrje të shkëmbimeve dhe kjo krij vala akustike të vogla që udhtojnë përmes strukturës. Stacionet seizmike Apollo regjistruan këto valë për vite dhe ato treguan diçka të pazakontë. Valet akustike termike nuk sillen ashtu si duhet. Në vend që të zhduken shpejt, siç bëjnë në çdo trup shkëmbor normal, ato vazhdojnë të reflektojnë për orë të tëra. Kjo do të thotë se ka sipërfaqe të brendshme që i pasqyrojnë ato. Sipërfaqe mes materialeve me densitet të ndryshëm. Sipërfaqe që mund të jenë muret e kaviteteve. Dr. James Tuttle Keane, nga Jet Propulsion Laboratory, studioi këto termorezonanca në vitin 2019. Ai thotë se modeli i pasqyrimit sugjeron se brendësia e hënës ka një strukturë pothuajse si shkums. Jo një shkumë e plot, por një strukturë ku materialet e forta ndërturen me hapësira më pak të densa, si një sfungjer kozmik me shtresa. Kjo mund të tingëllojë çmendërisht, por gjeologjia nuk është gjithmonë intuitive. Toka jon ka kavitete të mëdha nëntoksore, ka dete të tëra lava të ngrira. Ka zona ku uji nëntoksor ka krijuar sisteme grykash me qindra kilometra gjatësi. Pse hëna do të ishte më e thjeshtë? Tani le të shohim një provë që vjen nga një burim krejtësisht i ndryshëm. Në vitin 2015, teleskopi hapësinor Hubble vëzhgoi hënën gjatë një eklipsi hënore totale. Kjo mund të tingëllojë çuditshme, sepse gjatë një eklipsi, hëna është në hijen e tokës dhe nuk merr dritë direkte diellore. Por ajo merr dritë të kuqe që kalon përmes atmosferës toksore. Dhe duke analizuar se si kjo dritë reflektohet nga sipërfaqja hënore, shkencëtarët mund të mësojnë diçka për përbërjen e shkëmbimeve sipërfaqësor. Por Hubble zbuloi edhe diçka më shumë. Gjatë eklipsit, sensorët detektuan një sinjal të dobët infra të kuq që vinte nga rajonet e polusit jugor të hënës. Ky sinjal ishte konsistent me nxehtësinë që vjen nga thellësitë. Si të ishte duke ikur nxehtësi e brendshme përmes qarjeve ose tubave që lidhen me sipërfaqen. Kjo ishte një zbulim i papritur, sepse hëna mendohet se ka ftohur plotësisht për miliarda vjet. Bërthama e saj duhet të jetë ngurtë. Aktiviteti gjeologjik duhet të ketë pushuar. Por këtu ishte një sinjal që sugjeronte se diçka brenda hënës është akoma më e nxehtë se sa pritej. Shkencëtarët filluan të hetojnë burime të mundshme. Një mundësi është zbërthimi radioaktiv. Elementi potasium 40, uran dhe torium në brendësinë e hënës zbërthehen ngadalë dhe lëshojnë nxehtësi. Kjo nxehtësi mund të akumulohet në zona të caktuara nëse struktura e brendshme nuk lejon shpërndarje të barabartë. Një tjetër mundësi është fërkimi bashkëveprues. Forcat e baticës toksore shkaktojnë deformime të vogla në hënë. Këto deformime krijojnë fërkim të brendshëm që gjeneron nxehtësi. Nëse ka kavitete me lëngje ose material të butë, fërkimi mund të jetë më i madh se sa pritej. Por këtu është pjesa vërtet tronditëse. Në vitin 2020, një studim i publikuar në revistën Nature Geoscience propozoi një teori krejtësisht të re.
Ai sugjeroi se hëna mund të ketë një sistem konveksion aktiv në mantel. Jo një konveksion i shpejtë si në tokë, por një proces shumë i ngadalshëm që lëviz material në shkallë gjeologjike. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë hëna nuk është një trup i vdekur. Ajo është gjeologjikisht aktive edhe sot, vetëm se në një mënyrë kaq të ngadalshme sa ne nuk e kemi vërejtur ende. Kjo do të shpjegonte pse disa shkëmbinj të rinë hënor tregojnë shenja aktiviteti vulkanik deri në 100 milion vjet më parë, një kohë shumë e shkurtër në shkallën gjeologjike. Kjo do të shpjegonte pse ka emisione të vogla gazi që janë vëzhguar në disa kratera. Kjo do të shpjegonte pse brendësia akoma lëshon nxehtësi. Por për të provuar këtë, ne duhet të kthehemi në hënë. Duhet të vendosim seizmografe më të avancuara. Duhet të bëjmë vrima të thella. Duhet ta shohim me sytë tanë se çfarë ndodh në thellësi. Le të eksplorojmë një provë tjetër që ka të bëjë me orbitën. Hëna po largohet nga toka me një shpejtësi prej rreth 3.8 cm në vit. Kjo ndodh për shkak të forcave të baticës që transferojnë momentum këndor nga rrotullimi i tokës në orbitën e hënës. Por kur shkencëtarët llogaritën se sa shpejt duhet të ndodh kjo, bazuar në modelet standarde, ata zbuluan një mospërputhje. Hëna po largohet pak më ngadalë se sa duhet. Diçka po e frenon. Diçka brenda strukturës së saj po absorbon energji. Teoria më e mirë është se kjo energji shkon në deformimin e brendshëm, në lëvizjen e materialeve të buta, në ngrohjen e zonave me densitet të ulët. Nëse hëna ishte plotësisht e ngurtë, friksioni i baticës do të ishte shumë më i vogël, por nëse ka shtresa të lëngjeta ose kavitete me material të butë, ato mund të absorbon energji dhe ta shtorojnë atë në nxehtësi. Kjo është edhe një provë indirekte që hëna ka një strukturë komplekse të brendshme, një strukturë që nuk përputhet me modelet e thjeshta, një strukturë që akoma po ndryshon. Edhe sot, 4 miliardë 50 milion vjet pas formimit, tani le të flasim për një aspekt që lidh të gjitha këto copa bashk: asimetria hënore. Hëna nuk është e njëjtë nga të gjitha anët. Ana e dukshme, ajo që shohim nga toka, ka më shumë dete lava, ka një korë më të hollë, ka më shumë kratera të mbushur me bazalt. Ana e largët është krejtësisht ndryshe, ka më pak dete, ka një korë më të trash, ka më shumë kratera të vjetra të pambushura. Kjo asimetri ka qenë një mister për dekada. Teoria më e pranuar ishte se goditja e madhe që krijoi hënën hodhi më shumë material në njërin anë, por kjo nuk shpjegon pse struktura e brendshme është gjithashtu asimetrike. Të dhënat nga Grail tregojnë se manteli në anën e dukshme është më i hollë dhe më i nxehtë. Bërthama, nëse ekziston, nuk është në qendër. Ajo është zhvendosur drejt anës së dukshme. Kjo do të thotë se hëna nuk është një sferë homogjene. Ajo është një strukturë e shtrembëruar ku masa nuk është e shpërndarë në mënyrë të barabartë. Dhe kjo shtrembërim ka pasoja. Nëse ka kavitete, ato duhet jenë kryesisht në një hemisfer. Nëse ka aktivitet të brendshëm, ai duhet të jetë më i fortë në një anë. Nëse ka emisione gazi, ato duhet të vinë nga zona specifike. Në vitin 2022, një grup ndërkombëtar shkencëtarësh nga Kina, Franca dhe Shtetet e Bashkuara publikoi një hartë të re të brendësisë hënore. Kjo hartë kombinoi të dhënat nga seizmologjia, graviteti, magnetizmi dhe observimet orbitale, dhe për herë të parë ajo tregoi një imazh të plotë. Një imazh që ishte më i çuditshëm se çdo parashikim. Harta tregonte se manteli i hënës nuk është një shtresë uniforme. Ai ka zona të ndryshme densiteti. Ka rajone ku materiali është më i nxehtë, ka rajone ku materiali është më i ftohtë. Ka struktura vertikale që duken si pluma, si në mantelin toksor. Dhe, më e rëndësishmja, harta tregoi se ka zona ku sinjali seizmik thjesht zhduket. Zona ku asnjë val nuk kalon. Zona që mund të jenë kavitete reale. Jo hapësira të vogla, por struktura me një vëllim prej mijëra kilometrash kub. Nëse kjo është e vërtet, atëherë brendësia e hënës është një peizazh i fshehur, një botë nëntokësore që ne nuk e kemi parë kurrë. Një strukturë që mund të përmbajë jo vetëm shkëmbin, por edhe ajër të burgosur, ujë të ngrirë dhe kushte që mund të jenë të favorshme për strehimin e ardhshëm njerëzor. Le të shkojmë edhe më thellë në implikacionet e kësaj strukture. Nëse hëna vërtet ka kavitete të mëdha, atëherë ajo nuk është thjesht një satelit i vdekur. Ajo është një platformë e mundshme për eksplorim. Imagjinoni një kavitet natyror me një diametër prej 50 kilometrash, në thellësim prej 500 kilometrash.
Brenda tij, temperatura është e qëndrueshme në rreth -20 gradë Celsius. Ka gjurmë atmosfere të burgosur nga formimi i hershëm, ka ujë të ngrirë në muret e brendshme, ka mineral që mund të përdoren për ndërtim. Kjo do të ishte një mjedis ideal për një bazë nëntokësore. Një vend ku astronautët do të ishin të mbrojtur nga rrezatimi kozmik, të mbrojtur nga mikrometeoritat, të mbrojtur nga luhatjet ekstreme të temperaturës. Inxhinierët që punojnë për programet e rikthimit në hënë tashmë po studiojnë këtë mundësi. Agjencia Evropiane Hapësinore ka një plan për të eksploruar tubat e lavalit me robot autonom. Agjencia japoneze po dizajnon dron që mund të fluturojnë në gravitet të ulët dhe të hartojnë strukturat nëntoksore. NASA po zhvillon teknologji shpimi që mund të bëjnë vrima deri në 100 metra thellësi për të arritur në kavjetet e mundshme. Por këtu është pyetja që vërtet na duhet të na bëjë të ndalemi. Nëse hëna ka pasur këtë strukturë komplekse për miliarda vjet, a ka qenë ajo plotësisht e vdekur? A ka pasur procese që ne nuk i dim? Ka prova të dobta, shumë të dobta, që mund të ketë pasur emisione të vogla gazi edhe kohët e fundit. Observimet nga amatoriet në shekullin e 19 raportuan drita të shkurtra në disa kratera. Këto u quajtën fenomene tranzitore hënore. Shumica e shkencëtarëve i konsideronin ilucione optike, por disa raste nuk mund të shpjegohen lehtësisht. Në vitin 1958, astronomi Nikolaj Kozirev fotografoi një shkëlqim të kuq në kraterin Alfonsus. Ai madje mori një spektër të dritës dhe zbuloi shenja gazi karbonik. Në vitin 1969, astronautët e Apollo 11 raportuan një shkëlqim të pazakont në horizontin hënor përpara lindjes së diellit. Kjo nuk ishte kurrë shpjeguar plotësisht. Në vitin 2008, një analizë e re e të dhënave të vjetra Apollo zbuloi se disa nga këto raporte mund të jenë të lidhura me lëshime reale gazi nga thellësitë. Gazi që ishte burgosur për miliarda vjet dhe tani po ikën ngadalë përmes qarjeve. Imagjinoni se çfarë do të thotë kjo. Hëna, që mendonim se ishte e vdekur, mund të jetë akoma e gjallë në një sens gjeologjik. Mund të ketë xhepa gazi në sipërfaqe që ngadalë po çlirohen. Mund të ketë uji që sublimatet dhe pastaj kondensohet përsëri në thellësi. Mund të ketë procese kimike që vazhdojnë edhe sot, 4 miliard vjet pas formimit. Kjo nuk është fantashkencë. Kjo është shkencë në kufi. Shkencë që po përpiqet të kuptojë një objekt që mendojmë se njihnim, por që rezulton të jetë shumë më kompleks se sa imagjinonim. Çdo mision i ri sjell më shumë të vëna. Çdo të vënë e re sjell më shumë pyetje. Dhe çdo pyetje e re na tregon se sa pak e kuptojmë vërtet satelitin ton më të afërt. Le të flasim tani për një eksperiment që do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Në vitin 2026, NASA planifikon të ulje një stacion seizmik të ri në polin jugor të hënës. Ky stacion do të jetë 10 herë më i ndjeshëm se seizmografët Apollo. Ai do të jetë i pajisur me sensor që mund të detektojnë valë me frekuenca shumë të ulta, ato që udhtojnë përmes strukturave të mëdha. Ai do të jetë i lidhur me një rrjet satelitësh që do të transmetojnë të dhënat në kohë reale, dhe ai do të funksionojë për të paktën 10 vjet. Qëllimi është të krijojë një hartë të plotë tredimensionale të brendësisë hënore, të identifikojë saktësisht ku janë kavitetet, të përcaktojë madhësinë e bërthamës, të kuptojë se ku janë zonat aktive dhe ndoshta, vetëm ndoshta, të zbulojë struktura që ne ende nuk i kemi imagjinuar. Ky eksperiment do të jetë një ndër më të rëndësishmit në historinë e shkencës planetare, sepse ai do të na tregojë nëse teoria jon për hënën e zbrazët ka një bazë reale. Do të na tregojë nëse ka vërtet hapësira të mëdha brenda. Do të na tregojë nëse hëna është vërtet një platformë e mundshme për kolonizim. Por këtu është tensioni real. Çfarë ndodh nëse zbulojmë se hëna ka një strukturë edhe më të çuditshme se sa mendonim? Çfarë ndodh nëse zbulojmë se ka procese që shkenca jon aktuale nuk mund t'i shpjegojë? Çfarë ndodh nëse zbulojmë se sateliti jon më i afërt, objekti që kemi studiuar për dekada, akoma ka sekrete që sfidojnë logjikën tonë? Historia e shkencës është plot me momente kur zbulimi i një fakti të ri e ka rrëzuar të gjithë teoritë ekzistuese. Kur Galileo zbuloi hënat e Jupiterit, modeli geocentrik u shemb. Kur Edwin Hubble zbuloi se galaktikat po largohen, kuptimi i një universit ndryshoi përgjithmonë. Kur kuarket u zbuluan, fizika e grimcave u ricentralizua.
Dhe tani, ne jemi në prag të një zbulimi tjetër të tillë. Zbulimi i asaj që fshihet në brendësinë e hënës mund të na detyrojë të rishkruajmë teorinë e formimit planetar. Mund të na tregojë se proceset gjeologjike janë më të ndryshme se sa mendonim. Mund të hap dyert për eksplorim që ne ende nuk e kemi konsideruar seriozisht. Imagjinoni këtë skenar. Në vitin 2030, një mision me ekuipazh zbret në polin jugor të hënës. Astronautët vendosin bazën e parë afatgjat. Ata fillojnë të eksplorojnë tubat e lavalit të identifikuara nga skanimi seizmik. Ata zbresin në një tub me një diametër prej 5 kilometrash. Ata ecin për orë përgjatë mureve të lëmuara të krijuara nga lava e lëngshme që rrjedhi miliarda vjet më parë. Dhe pastaj, ata arrin një kavitet, një hapësirë e madhe që shtrihet sa nuk shihet. Në muret e saj, ata shohin kristale të ngrira uji. Në tavan, ata shohin struktura që duken sikur janë formuar nga procese të ngadalshme kondensimi. Dhe në fund, ata kuptojnë se kjo nuk është vetëm një kavitet. Kjo është një sistem. Një rrjet i plot tubash dhe hapësirave që lidhen me njëri tjetrin. Një botë nëntoksore që shtrihet për qindra kilometra. Një vend ku temperatura është e qëndrueshme. Një vend ku rrezatimi nuk arrin. Një vend ku një koloni mund të jetojë jo për ditë ose javë, por për dekada. Kjo nuk është fantazi. Kjo është një skenar që inxhinierët e NASA-s po planifikojnë seriozisht. Sepse nëse hëna vërtet ka këtë strukturë, atëherë ajo është shumë më e vlefshme se sa mendonim. Ajo nuk është vetëm një vend ku të shkojmë për disa ditë dhe të marrim kampion. Ajo është një vend ku të ndërtojmë një qytetërim të ri. Një vend ku të përdorim burimet lokale për të prodhuar oksigjen, ujë, material ndërtimi. Një vend që mund të bëhet një piknisje për udhëtime më të gjata në sistem diellor. Një bazë që mund të shërbejë si stacion tranzit për misionet në Mars, në brezinë e asteroideve, në hënat e Jupiterit. Potenciali është i paimagjinueshëm. Por ai varet plotësisht nga kuptimi ynë i brendësisë hënore. Nëse nuk e dim se çfarë ka atje, ne nuk mund të planifikojmë. Nëse nuk e dim nëse është e sigurt, ne nuk mund të rrezikojmë jetët njerëzore. Nëse nuk e dim nëse ka burime, ne nuk mund të ndërtojmë një koloni të qëndrueshme. Dhe këtu arrim në kulmin e problemit. Të gjitha provat që kemi grumbulluar deri tani tregojnë se hëna nuk është ajo që duket. Tingëllimi si zile, densiteti i ulët, valet seizmike të pazakonta, kavitetet e mundshme, struktura asimetrike, emisionet e mundshme të gazit, aktiviteti i mundshëm gjeologjik. Çdo pjesë e kësaj mozaikut tregon se sateliti ynë më i afërt ka një brendësi që është fundamentalisht ndryshe nga çdo trup tjetër shkëmbor që kemi studiuar. Dhe kjo na vë përpara një zgjedhjeje. Ne mund të vazhdojmë të studiojmë hënën nga larg, duke grumbulluar të dhëna të kufizuara dhe duke ndërtuar modele të pasigurta. Ose ne mund të kthehemi atje. Mund të vendosim instrumente të reja, mund të bëjmë vrima të thella, mund të eksplorojmë brendësinë me robot dhe me njerëz. Mund të zbulojmë se çfarë fshihet në thellësitë e asaj guri qiellor që na ka shoqëruar për miliarda vjet. Mund të zbulojmë se hëna nuk është vetëm një mister shkencor. Ajo është një mundësi për të kuptuar më shumë për formimin e sistemit ton diellor. Një mundësi për të gjetur burime që do të lejojnë eksplorimin e hapësirës së thellë. Një mundësi për të ndërtuar një të ardhme ku njerëzimi nuk jeton vetëm në një planet. Por çdo mundësi kërkon guxim, kërkon investim, kërkon një vizion afatgjat dhe mbi të gjitha kërkon pranimin. Se ne nuk e dim gjithçka, se ka sekrete që akoma nuk janë zbuluar, se universi është më i çuditshëm dhe më i pasur se sa e parashikon imagjinata jon. Hëna, me të gjithë misterin e saj, është një testament i kësaj të vërtete. Ajo është një përkujtues se edhe objektet më të afërta dhe më të njohura mund të fshihin thellësi që sfidojnë kuptimin ton. Dhe kjo pikërisht është ajo që e bën shkencën kaq magjepsëse. Jo përgjigjet që tashmë i dim, por pyetjet që akoma nuk i kemi bërë, dhe sekretet që akoma nuk i kemi zbuluar. Por le të ndalemi këtu për një moment, sepse di saktësisht se çfarë po mendoni tani. Po mendoni për teoritë konspirative? Po mendoni për pretendimet absurde që hëna është artificiale?
po mendoni për pseudoshkencën që mbush internetin. Dhe keni plotësisht të drejtë që të jeni skeptik. Unë nuk po ju them që hëna është ndërtuar nga jashtëtoksor. Nuk po ju them që ajo është një anije hapësinore e vjetër. Nuk po ju them asgjë nga fantashkenca e lirë që shihni në videot sensacionaliste. Ajo që po ju them është diçka shumë më interesante dhe shumë më e frikshme. Po ju them që shkenca jonë, shkenca e vërtet, E bazuar në dekada eksperimentesh dhe mjera matje të sakta, akoma nuk mund ta shpjegoj plotësisht strukturën e brendshme të satelitit ton më të afërt. kjo nuk është një teori konspirative. Kjo është një pranim shkencor i përulësisë. Kjo është diçka që shkencëtarët e vërtet bëjnë çdo ditë. Ata përballen me të dhënat që nuk përputhen me modelet dhe në vend që t'i injorojnë ose t'i shpjegojnë me fantazi, ata thonë: "Ne nuk e dim ende. Ne duhet të studiojmë më shumë. Ne duhet të grumbullojmë më shumë prova." Le të shohim një shembull konkret të kësaj përulësie shkencore. Në vitin 2021, një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles publikoi një studim që rishqyrtoi të gjitha të dhënat seizmike Apollo. Ata përdoren algoritme të reja kompjuterike që mund të filtrojnë zhurmën dhe të identifikojnë sinjale të dobta që munguan në analizat e mëparshme. Ata punuan për 3 vjet dhe në fund ata arritën në një përfundim të habitshëm. Brendësia e hënës ka një strukturë në shtresa që është shumë më komplekse se çdo model i mëparshëm. Ka zona ku shpejtësia e valve seizmike bie papritur me 30%. Ka zona ku valët kthehen mbrapsht sikur të kenë goditur një pasqyrë. Ka zona ku sinjali zhduket plotësisht për disa sekonda dhe pastaj shfaqet përsëri por me një fazë të ndryshuar. Autori kryesor i studimit, sismologu Michael Weber, shkroi në përfundim: "Këto vëzhgjime nuk mund të shpjegohen me modelet aktuale të strukturës hënore. Ato kërkojnë ose një rishikim themelor të teorisë sonë për formimin e hënës, ose pranimin se ekzistojnë procese gjeologjike që ne akoma nuk i kemi përfshirë në modelet tona." Kjo është gjuha e shkencës së vërtet. Jo pretendime absolute, jo siguri dogmatike, por pyetje të hapura. Pranim i kufive të njohurive dhe një angazhim për të vazhduar kërkimin. Tani, le të flasim për një eksperiment që do të testojë shumë nga këto hipoteza në dekadën e ardhshme. Programi Artemis i NASA-s nuk është vetëm një kthim simbolik në hënë. Është një mision shkencor që ka në qendër të tij pikërisht këto pyetje për brendësinë hënore. Në vitin 2028, nëse të gjitha shkon sipas planit, astronautët do të vendosin stacionin seizmik më të avancuar që është ndërtuar ndonjëherë. Ky stacion nuk do të jetë një version i përmirësuar i instrumenteve Apollo. Do të jetë një makinë plotësisht e re, E dizajnuar me teknologji që nuk ekzistonte 50 vjet më parë. Ai do të ketë sensor kuantik që mund të detektojnë lëvizje më të vogla se një atom. Do të ketë sistem filtri që mund të dallojë mes tërmeteve reale dhe zhurmës termike. Do të ketë memorie që mund të ruajë 10 vjet të dhënash me rezolucion të plot. Dhe do të ketë lidhje satelitore që do të transmetojë çdo vibrim në kohë reale në tokë. Por pjesa më interesante nuk është vetëm teknologjia, është plani eksperimental. Ekipi shkencor do të përdorë një metodë që quhet tomografi seizmike aktive. Në vend që të presë për tërmete natyrale ose goditje meteoritesh, ata do të krijojnë vetë valët seizmike. Si? Duke shpërthyer ngarkesa të kontrolluara në sipërfaqen hënore, duke lëshuar raketa që do të bien në vende të përcaktuara me saktësi, duke përdorë dridhje mekanike që do të gjenerojnë val me frekuenca të caktuara. Dhe pastaj, duke matur saktësisht se si këto val udhtojnë përmes strukturës së brendshme. Kjo metodë është përdorur në tokë për dekada, për të gjetur depozita nafte, për të studuar lëvizjet e placave tektonike, për të parashikuar vulkane. Por në hënë, ajo do të jetë revolucionare, sepse për herë të parë, ne do të mund të shohim brendësinë hënore me një rezolucion 3-dimensional. Imagjinoni një skanim MRI të hënës. Çdo shtresë e dukshme, çdo kavitet i identifikuar, çdo zonë me densitet të pazakontë e hartuar me saktësi kilometrike. Kjo është ajo që tomografia seizmike aktive do të na japë. Dhe sipas simulimeve paraprake, nëse vërtet ekzistojnë kavitete të mëdha brenda hënës, ky eksperiment do t'i zbulojë ato. Nëse ekziston një bërthame lëngshme, ne do ta shohim atë qartë.
Nëse ka gjepa magme në mantel, ne do t'i hartojmë ato. Nëse ka struktura që asnjë model nuk i ka parashikuar, ne do t'i gjejmë ato. Por këtu vjen momenti i vërtetë i tensionit shkencor. Çfarë ndodh nëse rezultatet janë edhe më të çuditshme se sa presin shkencëtarët? Le të marrim rastin më ekstrem, por megjithatë shkencërisht të mundshëm. Le të themi se tomografia zbuloi se hëna ka një kavitet qendror me një diametër prej 40 kilometrash në një thellësi prej 600 kilometrash. Një kavitet që është plotësisht i zbrazët, pa magmë, pa shkëmbë, vetëm hapësirë. Kjo do të ishte plotësisht e papritur. Asnjë model aktual nuk e parashikon një strukturë të tillë. Por a do të ishte fizikisht e pamundur? Jo. A do të shkelte ligjet e fizikës? Jo. A do të kërkonte shpjegime artificiale? Jo. Sepse ka një proces të njohur në gjeologjinë planetare që quhet separim gravitacional i gazrave. Kur një trup i madh i shkrir formohet dhe fillon të ftohet, gazrat e lehta mund të ngrihen dhe të mblidhen në zona të caktuara. Nëse ftohja ndodh shpejt nga jashtë, por ngadalë nga brenda, këto gazra mund të mbeten të kapura në kavitete që mbështeten nga një guaskë e fortë. Kjo është ndodhur në tokë. Kemi zbuluar kavitete të mëdha nëntoksore që janë krijuar nga proceset e ngjashme, por në tokë ato zakonisht mbushen me ujë ose me lava. Në hënë, ku nuk ka ujë të lëngshëm dhe aktiviteti vulkanik ka ndaluar para miliarda vjetësh, një kavitet i tillë mund të ketë mbetur i zbrazët. A është kjo teori standarde? Jo. A është e pranuar gjërësisht? Jo. A është shkencërisht e palejueshme? Absolutisht jo. Ajo është një hipotezë që mund të testohet dhe misioni Artemis do ta testojë. Por le të shkojmë edhe më tej. Le të flasim për një tjetër çështje që shkencëtarët preferojnë të mos diskutojnë shumë publikisht, sepse t'i ngëllon shumë si shkencë fantazi. Çështja e aktivitetit të mundshëm gjeologjik akoma të vazhdueshëm. Në vitin 2019, sateliti Lunar Reconnaissance Orbiter i NASA-s fotografoi diçka që nuk duhej të ishte atje. Në kraterin Aristarkus, një nga zonat më të ndritshme të hënës, u zbulua një formacion i ri shkëmbor që nuk ishte i dukshëm në fotografitë e bëra 10 vjet më parë. Kjo shkaktoi debat të madh. Disa shkencëtarë thanë se ishte thjesht një lojë drite, një efekt i këndeve të ndryshme të diellit. Të tjerë thanë se mund të ishte një rrëshqitje shkëmbore, një rrëzim i një përmasi të paqëndrueshme. Por një grup i vogël propozoi një shpjegim më të guximshëm. Mund të ishte një emetim gazi nga nëntoka që kishte çuar në shembje në një strukture sipërfaqësore. Kjo ide u përball me skepticizëm të madh. Hëna është e vdekur gjeologjikisht për miliarda vjet, thon modelet standarde. Si mund të ketë aktivitet tani? Por këtu është e vëna që nuk mund të injorohet. Analiza e fotografive të Apollo tregon se ka ndryshime të vogla në disa kratera mes imazheve të marra në vite të ndryshme. Këto ndryshime janë shumë të vogla, vetëm disa metra, por janë të matshme, dhe ato nuk mund të shpjegohen me erozion, sepse hëna nuk ka atmosferë për të shkaktuar erozion. Shpjegimi më i pranueshëm aktualisht është se këto janë efekte të ciklit termik ekstrem. Në ditë, temperatura arrin 170 gradë, në natë bie në -170. Kjo luhatje shkakton zgjerin dhe tkurrje të shkëmbive që ngadalë mund të shkaktojë rrëzime të vogla. Por disa shkencëtarë, duke përfshirë Arlene Krotz nga Universiteti Columbia, argumentojnë se kjo nuk është e mjaftueshme për të shpjeguar të gjitha vëzhgjimet. Ai ka propozuar se mund të ketë episod të rralla të aktivitetit të brendshëm, ku presioni i gazrave të kapura çlirohet papritur dhe shkakton lëvizje të vogla sipërfaqësore. Kjo nuk është fantashkencë. Kjo është një hipotezë testuar që kërkon prova më të mira. Dhe përsëri, misioni Artemis do të përpiqet të gjejë ato prova. Tani, le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në dokumentar shkencor. Le të pranojmë troq se çfarë nuk dim. Ne nuk dim saktësisht sa e madhe është bërthama e hënës. Matjet variojnë mes 350 dhe 500 kilometrash në diametër. Kjo është një diferencë e madhe. Është sikur të dish se dikush është mes 1,50 m dhe 2 metra, por të mos dish saktësisht. Ne nuk dim nëse bërthama është plotësisht e ngurtë, pjesërisht e lëngshme, apo ka një strukturë komplekse me zona të ndryshme. Të dhënat seizmike janë shumë të kufizuara për të arritur në një përfundim definitiv. Ne nuk dim se sa e shpërndar është hekuri dhe mineralet e rënda në strukturën hënore. Ne supozojmë se pjesa më e madhe e hekurit u nxorr gjatë goditjes së madhe,
por nuk kemi matje të mjaftueshme për ta verifikuar. Ne nuk dim nëse ka ujë të ngrirë në thellësi të mëdha jashtë zonave polare. Kemi prova për ujë në sipërfaqe, por çfarë ka në 10 kilometra thellësi? Në 100? Askush nuk e di. Ne nuk dim se sa stabil është struktura e brendshme. A mund të ketë rrëshqitje të mëdha në sipërfaqe? A mund të ketë riorganizime të strukturës në shkallë gjeologjike? Përsëri, nuk kemi prova të mjaftueshme, dhe mbi të gjitha, ne nuk dim se sa shumë nuk dim. Kjo është pjesa më e vështirë për t'u pranuar. Çdo përgjigje që gjejmë na çon te 3 pyetje të reja. Çdo model që ndërtojmë ka parametra që duhet të parafrosh sepse nuk i dim vërtetet. Por kjo nuk është një dështim i shkencës, kjo është vetë natyra e kërkimit shkencor. Njohuritë e vërteta nuk vijnë nga pretendime të sigurta, vijnë nga pyetje të ndershme dhe nga pranimi se ka shumë për të mësuar. Le të kthehemi te ajo që vërtet dim me siguri. Ne dim që hëna drideti kur goditet dhe dridhja zgjat shumë më gjatë se sa një trup shkëmbor normal. Kjo është e matshme, e përsëritshme, e pamohueshme. Ne dim që densiteti mesatar i hënës është domethënë më i ulët se sa do të pritej për një trup shkëmbor me përbërje të ngjashme me tokën. Edhe kjo është fakti pakundërshtueshëm. Ne dim që valët seizmike që udhtojnë përmes hënës sillen në mënyrë anomale në thellësi të caktuara, duke sugjeruar ndryshime dramatike në strukturën e materialit. Edhe kjo është e provuar në të dhënat. Ne dim që fusha gravitacionale e hënës ka anomali që nuk shpjegohen plotësisht nga strukturat e dukshme sipërfaqësore. Kjo është hartuar nga misioni Grail me precizion të lartë. Ne dim që hëna ka pasur një fushë magnetike në të kaluarën, por e ka humbur atë, dhe ne nuk e dim saktësisht pse. Të gjitha këto janë fakte, jo teori, jo spekulime. Fakte të mbledhura nga instrumente shkencore përmes 53 vjetësh eksperimentesh. Dhe të gjitha këto fakte tregojnë drejt një përfundimi të qartë. Hëna ka një strukturë të brendshme që është shumë më komplekse se sa mendonim, që nuk përputhet plotësisht me modelet tone, që kërkon studim të mëtejshëm. Dhe tani, ne po afrohemi te pyetja më e madhe. Pyetja që lidh të gjitha këto fakte në një rrëfim të vetëm. Nëse hëna ka këtë strukturë komplekse, nëse ka kavitete të mundshme, nëse ka zona me densitet të ulët, atëherë çfarë do të thotë kjo për natyrën e formimit të saj? Teoria e goditjes së madhe mbetet modeli më i pranuar, por ajo duhet të modifikohet për të shpjeguar të dhënat e reja. Disa shkencëtar propozojnë se pas goditjes, masa e shkrirë që formoi hënën nuk u ftua uniformisht. Ka pasur zona që u ngurtësuan shpejt, duke kapur gazra dhe duke krijuar kavitete. Ka pasur zona që mbetën të lëngshme për miliona vjet, duke lejuar separimin e materialeve me densitete të ndryshme. Të tjerë propozojnë se mund të ketë pasur më shumë se një goditje të madhe, se hëna mund të jetë rezultati një procesi më kompleks që zgjati 10 miliona vjet, me disa ngjarje të mëdha që kontribuan në formimin e saj final. Ende të tjerë sugjerojnë se ka pasur interakcion mes hënës së re dhe fushës magnetike të tokës së re, që ka krijuar korrente elektrike të brendshme dhe ka ndikuar në mënyrën se si materialet u organizuan. Asnjë nga këto teori nuk është e provuar plotësisht, por asnjë nuk është e përjashtuar në të dhënat. Dhe kjo është pikërisht ku është shkenca tani, në një moment ku kemi mjaft të dhëna për të ditur se modelet e vjetra nuk janë të mjaftueshme, por jo mjaft të dhëna për të ndërtuar një model të ri plotësisht të verifikuar. Kjo gjendje pezuji është frustruese për disa, por për një shkencëtar të vërtet, kjo është periudha më e emocionueshme, sepse është periudha kur zbulime të mëdha janë të mundshme, kur një eksperiment i vetëm mund të ndryshojë gjithçka që mendonim se dinim. Dhe ky eksperiment po vjen, jo sot, jo nesër, por brenda kësaj dekade. Kur njerëzit do të kthehen në hënë, kur do të vendosin instrumentet më të avancuara që janë ndërtuar ndonjëherë, kur do të fillojnë të dëgjojnë me vërtet se çfarë po na tregon brendësia hënore. Vendoshta, vetëm ndoshta, ne do të zbulojmë se sateliti ynë më i afërt është edhe më i çuditshëm, edhe më kompleks, edhe më magjepsës se sa kishim imagjinuar ndonjëherë. Një zbulim i tillë nuk do të ishte thjesht një lajm shkencor. Ai do të ishte një moment kthese për civilizimin njerëzor. Sepse do të na tregonte se edhe objektet që mendojmë se i njohim, edhe trupat që kemi studiuar për dekada, akoma mund të fshihin dimensione që nuk i kemi imagjinuar. Dhe nëse kjo është e vërtet për hënën, sa më shumë është e vërtet për tokën? Sa më shumë për oqeanet tona që kemi eksploruar vetëm 5%?
Sa më shumë për brendësinë e planetit ton, ku nuk kemi arritur kur më thellë se 12 kilometra. Mund të mendoni se kjo është një pyetje vetëm për gjeolog dhe planetolog, por nuk është. Sepse çdo herë që zbulohet se realiteti është më kompleks se sa mendonim, kjo ka pasoja filozofike të thella. Na detyron të rishikojmë çfarë do të thotë të dish diçka. Na detyron të pranojmë se njohuritë tona janë gjithmonë të përkohshme, gjithmonë të pakompletuara, gjithmonë të hapura për rishikim. Në shekullin e 17, Isaac Newton mendoi se kishte zbuluar ligjet fundamentale të universit. Por pastaj erdhi Einstein dhe tregoi se ato ligje ishin vetëm një parafrim i një realiteti më të thellë. Në shekullin e 19, fizikanët mendonin se kishin kuptuar natyrën e materisë. Por pastaj erdhi mekanika kuantike dhe tregoi se materia sillet në mënyra që sfidojnë intuitivën tonë. Në shekullin e 20, ne mendonim se kuptojmë strukturën e universit, por pastaj u zbulua se 95% e tij është bërë nga materie dhe energji të errëta që nuk dim çfarë janë. Dhe tani, në shekullin e 21, ne jemi duke zbuluar se edhe hëna, sateliti që kemi parë çdo natë për gjithë historinë njerëzore, akoma ruan sekrete. Që nuk është një dështim. Kjo është një testament i madhështisë së natyrës. Një testament se realiteti është gjithmonë më i pasur se sa përshkrimet tona, gjithmonë më i ndërlikuar se sa teoritë tona, gjithmonë më i mahnitshëm se sa imagjinata jonë. Por ka një dimension tjetër këtu që duhet eksploruar. Një dimension që lidh brendësinë e hënës me natyrën e vetë ekzistencës. Sepse nëse hëna ka kavitete të mëdha në brendësinë e saj, nëse ka struktura që nuk përputhen me modelet tona, atëhere kjo na tregon diçka të thelbësore për procesin e formimit të botëve. Na tregon se kaosi mund të krijojë rend, se proceset e dhunshme mund të lënë pas struktura të bukura. Se edhe në një goditje kozmike katastrofike, edhe në shkrirjen e miliona miliardë tonave shkëmbi, edhe në ftojen kaotike të një trupi qiellor, natyra gjen mënyra për të krijuar kompleksitet. Kjo është një nga paradokset më të mëdha të universit. Ligji i dytë i termodinamikës na thot se entropia gjithmonë rritet, se gjërat shkojnë nga rendi drejt çrregullimit, se gjithçka tenton drejt kaosit. Por megjithatë, këtu jemi ne. Jemi produkte të një procesi 3 miliard vjeçar që ka krijuar nga kaosi i parë struktura gjithnjë më komplekse. Atomet u formuan në thelësitë e yjeve, molekulat u mblodhen në rreth planetësh, qelizat u organizuan në organizma, organizmat u evoluanin në qenie të vetëdijshme, dhe tani këto qenie po përpiqen të kuptojnë se si e gjithë kjo ndodhi. Hëna, me të gjithë misterin e saj, është një copë e këtij rrëfimi. Ajo u formua në një moment dhune ekstreme, u shkri plotësisht. Ishte një top lave që shkëlqente me ngjyrë të kuqe në qiellin e një toke të re të formuar. Por pastaj, me kalimin e miliona vjetëve, ajo u ftua, u organizua, krijoi shtresa, krijoi struktura, krijoi kompleksitet. Vendoshta, sapo po fillojmë ta kuptojmë se sa komplekse ishin këto struktura, këtu është ku shkenca takon filozofinë. Sepse pyetja nuk është vetëm se çfarë ka brenda hënës. Pyetja është, çfarë na mëson kjo për natyrën e realitetit? Nëse një proces aparentisht i thjesht, si ftohja e një trupi të shkrir mund të krijojë struktura kaq komplekse sa ne akoma nuk i kuptojmë plotësisht, çfarë thot kjo për proceset e tjera? Çfarë thot kjo për formimin e jetës? Çfarë thot kjo për lindjen e vetëdijes? Ka shkencëtar që argumentojnë se vetëdia është vetëm një pasojë e kompleksitetit të mjaftueshëm. Se kur një sistem nervor bëhet mjaft kompleks, ai filloi të gjenerojë përvojën subjektive. Por këtu është paradoksi. Si e dim se kompleksiteti është i mjaftueshëm? Si e dim se një rrjet 100 miliard neuronësh që lidhen përmes 100 trilion sinapsave është në të vërtetë vetëdijshëm? Në fund të fundit, ne akoma nuk mund të shpjegojmë pse ndjen diçka të jeshtë në një trup njerëzor. Nuk mund të shpjegojmë pse kemi përvojën subjektive të kuqes, të dhimbjes, të dashurisë. Kjo quhet problemi i vështirë i vetëdijes, dhe ajo mbetet një nga pyetjet më të mëdha të hapura në shkencë. Ashtu si brendësia e hënës mbetet e hapur, ashtu si natyra e kohës mbetet e hapur, ashtu si burimi i ligjeve fizike mbetet i hapur. Ne jemi një specie që di shumë, por sa më shumë dim, aq më shumë të kuptojmë se sa pak e dim. Pensoni këtë.
Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ju jeni duke qëndruar në sipërfaqen e një planeti që rrotullohet me një shpejtësi prej 1600 km/h. Ai planet po qarkullon rreth një illi me 30 km/s. Ai ill po qarkullon rreth qendrës së një galaktike me 210 km/s. Dhe ajo galaktik po lëviz përmes hapësirës me 600 km/s. Ju jeni duke udhëtuar përmes universit me një shpejtësi që shkënqfikëzimet e hershme nuk do ta kishin besuar. Por ju nuk e ndjeni atë. Ju ndjeni vetëm qetësinë e kësaj nate. Dhe në atë qetësi, nëse shikoni lart, do ta shihni hënën. Do ta shihni atë disk të argjend që ka shoqëruar specien ton prej 4 miliard vjetësh, që ka kontrolluar baticën dhe zbaticën, që ka ndikuar ciklet riproduese të gjallësave të para që dolën nga oqeanet, që ka qëndruar në qiellin e natës kur kafshët e para mekurizore ecën në tokë, kur dinozaurët sundonin, kur gjitarët e parë lindin, kur hominidët e parë ngrihen në 2 këmbë, kur specia jon lindet dhe fillon të mendoj, të krijoj, të pyes. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, hëna ka ruajtur sekretet e saj. Ka pasur një brendësi që askush nuk e shihte, një strukturë që askush nuk e dinte. Një histori të shkruar në shtresat e saj që vetëm tani, vetëm në këto dekada të fundit, ne kemi filluar ta lexojmë. Por këtu është pjesa që vërtet duhet të na bëjë të ndalemi dhe të mendojmë me thellësi. Nëse hëna që është kaq afër, që kemi studiuar kaq intensivisht, që kemi prekur me duart tona, akoma ruan sekrete kaq të mëdha, çfarë thot kjo për pjesën tjetër të universit? Çfarë thot kjo për galaktikat që janë miliarda vjet drite larg? Çfarë thot kjo për strukturën në shkallë të madhe të hapësirës kohës? Çfarë thot kjo për natyrën e realitetit në nivel kuantik? Fizikanët kuantik na thonë se në nivelin më themelor, realiteti nuk është i përcaktuar derisa të vëzhgohet. Se një grimc ekziston në një gjendje të superpozicionit derisa të matet. Se akti i matjes krijon realitetin që matim. Kjo t'ingëllon si mistik, por është shkencë e ngurtë e provuar në eksperimente. Dhe na thot se universi është më i çuditshëm se sa mund të konceptoj mendja jon. Ndoshta kjo është mësimi më i thellë që hëna mund të na mësoj. Jo vetëm se ajo ka kavitete të fshehura, jo vetëm se ka një strukturë komplekse, por se vet akti i kërkimit, akti i pyetjes, akti i matjes na sjell më afër një realiteti që është gjithmonë më i pasur se sa përshkrimet tona. Çdo përgjigje hap dyshime të reja. Çdo zbulim zbulon horizonte të reja. Çdo misteri zgjidhur zbulon mistere më të thella. Ne nuk jemi duke shkuar drejt një pike ku do të dim gjithçka. Ne jemi duke shkuar drejt një kuptimi gjithnjë më të thellë se sa të madh është ai që nuk dim. Dhe kjo nuk është një lajm i keq. Kjo është një lajm i mrekullueshëm, sepse do të thotë se zgjimi nuk ka fund. Do të thotë se do të ketë gjithmonë horizonte të reja për të eksploruar. Do të thotë se universi është një dhuratë që vazhdon të zbulohet. Stin pas stine, gjenerate pas gjenerate. Kur astronautët e para do të zbresin përsëri në hënë brenda disa vjetëve, kur do të ecim në tokën e të njëjtit rajon ku Neil Armstrong la shenjat e para të këmbëve njerëzore, ata do të mbajnë instrumente që Armstrong nuk mund t'i imagjinonte. Do të kenë radar që shpojnë kilometra nën sipërfaqe. Do të kenë seizmografe që dëgjojnë dridhjet më të vogla. Do të kenë sensor që matin fushat gravitacionale me precizion atomik. Dhe do të fillojnë të zbulojnë se çfarë fshihet në thellësitë e atij trupi qiellor. Por këtu është pyetja që duhet t'i bëjmë vetes. A do të jemi gati për atë që mund të gjejmë? A do të jemi gati nëse struktura e brendshme rezulton të jetë edhe më e çuditshme se sa supozojmë? A do të jemi gati nëse zbulohet se ka procese që shkenca jon aktuale nuk mund t'i shpjegojë plotësisht? A do të jemi gati të pranojmë se univers nuk është i detyruar të respektojë pritjet tona? Historia e shkencës na thot se çdo herë që natyra na ka befasuar, ne kemi përshtatur kuptimet tona. Kemi ndërtuar teori të reja, kemi zgjeruar kornizat tona konceptuale, kemi pranuar se realiteti është më i madh se sa imagjinata jon. Dhe në këtë proces, ne kemi rritur jo vetëm njohuritë tona, por edhe kuptimin ton për vendin ton në kosmos. Ky është një nga aspektet më të bukura të kërkimit shkencor. Nuk bëhet fjalë vetëm për grumbullimin e fakteve. Bëhet fjalë për transformimin e vetë mënyrës se si e shohim veten dhe botën. Kur Kopernikus zbuloi se toka nuk është qendra e universit, ai nuk ndryshoi vetëm astronomin. Ai ndryshoi filozofin, teologjin, vetë kuptimin njerëzor të identitetit.
Kur Darwin zbuloi evolucionin, ai nuk ndryshoi vetëm biologjin. Ai ndryshoi të gjithë kuptimin ton të vendit ton në botën e gjallë. Kur Einstein zbuloi relativitetin, ai nuk ndryshoi vetëm fiziken. Ai ndryshoi të gjithë kuptimin ton të natyrës së kohës dhe hapësirës. Dhe tani, kur po zbulojmë se hëna ka një brendësi më komplekse se sa mendonim, ne nuk jemi duke zbuluar vetëm një fakt gjeologjik. Ne jemi duke zbuluar se edhe objektet më të njohura mund të kenë thellësi të panjohura. Edhe sistemet më të studiuara mund të kenë surpriza. Edhe teoritë më të pranuara mund të kenë nevojë për rishikim. Kjo është një mësim që zbatohet në të gjitha fushat e jetës, në shkencë, por edhe në jetën personale. Sa shpesh mendojmë se e njohim një person, vetëm për të zbuluar thellësitë të tyre që nuk i kishim parë. Sa shpesh mendojmë se e kuptojmë një situatë, vetëm për të zbuluar kompleksitete që nuk i kishim marrë parasysh. Sa shpesh mendojmë se e dim të vërtetën, vetëm për të kuptuar se kishim vetëm një pjesë të saj. Hëna, me të gjithë misterin e saj, është një pasqyrë ku mund të shohim këtë të vërtet universale. Ajo na tregon se realiteti është gjithmonë më i pasur se sa përshkrimet tona. Se njohuritë e vërteta vijnë jo nga siguria, por nga kureshtja. Jo nga pretendimi që dim, por nga pranimi se ka më shumë për të mësuar. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është ajo që ne duhet të mbajmë në mendje ndërsa vazhdojmë të eksplorujmë. Jo vetëm hënën, por të gjithë universin. Jo vetëm botën fizike, por edhe natyrën e mendjes, të vetdijes, të ekzistencës së vetë. Sepse çdo herë që mendojmë se kemi arritur në fund, natyra na tregon se ka një nivel më të thellë. Çdo herë që mendojmë se e dim përgjigjen, realiteti na jep një pyetje më të thellë. Le të kthehemi tani te ajo imazh me të cilën fillon këtë udhëtim. Mbani mend. Një satelit i vogël duke u përplasur në hën. Një dridhje që zgjati 3 orë. Një tingull si zile që tundi seizmografët përmes një vargu kohë që asnjë trup shkëmbor normal nuk duhet ta kishte. Ajo ishte anomalia që hapi derën për të gjitha këto pyetje. Ajo ishte momenti kur shkencëtarët kuptuan se diçka nuk ishte ashtu si pritej. Dhe tani, 52 vjet më vonë, ne akoma nuk e kemi një përgjigje definitive. Akoma nuk dim saktësisht se çfarë shkakton atë sjellje. Akoma nuk kemi hartuar plotësisht brendësinë hënore. Akoma jemi duke mbledhur copat e enigmës. Por çdo copë që mbledhim na tregon se enigma është më e madhe se sa mendonim, më interesante, më e pasur me domethënie. Kjo është bukuria e shkencës së vërtetë. Nuk bëhet fjalë për mbylljen e pyetjeve, bëhet fjalë për hapjen e dyerve të reja. Nuk bëhet fjalë për arritjen e sigurisë absolute. Bëhet fjalë për zgjerimin e horizontit të asaj që dim se nuk dim. Dhe në këtë proces, ne bëhemi jo vetëm më të dijshëm, ne bëhemi më të prullur, më të vetëdijshëm për magjepsin e universit, më të hapur për mundësi që nuk i kemi imagjinuar. Ndoshta kjo është mësimi më i madh që hëna mund të na jap. Jo një përgjigje, por një pyetje. Jo një zgjidhje, por një ftesë. Një ftesë për të vazhduar të kërkojmë, të pyesim, të eksplorojmë. Një ftesë për të pranuar se edhe pasi kemi mësuar kaq shumë, ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Sepse në fund, çfarë është njohuritë njerëzore? Është një dritë e vogël në errësirën e pafundme. Çdo herë që e zgjerojmë atë dritë, ne zbulojmë se errësira është më e madhe se sa mendonim. Por ne gjithashtu zbulojmë se errësira nuk është bosh. Ajo është plot me struktura, me objekte, me fenomene që presin të zbulohen. Dhe çdo zbulim na jep jo vetëm përgjigje, por edhe vegla për të bërë pyetje më të thella. Kjo është rrethi i përjetshëm i shkencës. Dhe hëna, me të gjithë misterin e saj, është një përkujtues i përkryer se ky rreth nuk ka fund, se do të ketë gjithmonë horizonte të reja, gjithmonë pyetje të reja, gjithmonë mrekulli të reja për të zbuluar. Dhe tani, ndërsa qëndroni këtu, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ndërsa mendoni për brendësinë e fshehur të hënës, mbajeni mend këtë. Ju jeni pjesë e një specie që ka evoluar aftësinë për të pyetur, për të kërkuar, për të kuptuar. Kjo është një dhuratë e jashtëzakonshme, një aftësi që sa dim ne, është unike në këtë pjesë të universit.
Dhe me atë aftësi, vjen përgjegjësia. Përgjegjësia për të vazhduar kërkimin, për të mbrojtur kurreshtjen, për të kaluar pishtarin të gjeneratet e ardhshme. Sepse çfarëdo që gjendet brenda hënës, çfarëdo që zbulohet në dekadat dhe shekuj që vinë, do të jetë një zbulim që bëhet nga qeniet njerëzore, nga njerëz si ju, që zgjodhen të pyesin në vend se të pranojnë ignorancën, që zgjodhen të eksplorojnë në vend se të qëndrojnë në siguri, që zgjodhen të përballojnë misteret e universit me kurajo dhe kurreshtje. Dhe ndoshta, në fund, kjo është çfarë fshihet në brendësinë e hënës. Jo vetëm shkëmbin dhe kavitete, jo vetëm struktura gjeologjike dhe anomali seizmike, por një pasqyrë e proceseve që krijuan gjithçka. Një dëshmim se universi është një vend ku nga kaosi lindin struktura të bukura. Një përkujtje se edhe në një goditje kozmike katastrofike, edhe në shkrirjen e miliona miliard tonave shkëmbi, natyra gjen mënyra për të krijuar kompleksitet, bukuri dhe ndoshta mundësim për jetën dhe vetëdijen. Kur shikoni hënën tani, mos e shihni vetëm si një satelit të vdekur. Shiheni si një monument të proceseve që formuan sistemin ton diellor. Shiheni si një arkiv që ruan historinë 4 miliard vjeçare. Shiheni si një pyetje të hapur që pret përgjigje. Dhe mbi të gjitha, shiheni si një ftesë. Një ftesë për të vijuar të kërkuar, të vijuar të pyetur, të vijuar të mrekulluar për kompleksitetin e pafund të kësaj realiteti që e quajmë shtëpi. Sepse në fund, sekreti më i madh që fshihet në brendësinë e hënës nuk është i shkruar në shtresat e saj shkëmbore, është i shkruar në vetë aktin e kërkimit ton. Në faktin se ne, krijesa të vogla në sipërfaqen e një planeti të vogël, kemi guximin të shohim lart, të pyesim se çfarë fshihet atje lart, dhe të nisemi në një udhtim për ta zbuluar. Dhe ky udhtim, ky proces i përjetshëm i zbulimit, është ajo që na bën vërtet njerëzor. Andaj, pyetja nuk është më vetëm se çfarë fshihet në brendësinë e hënës. Pyetja është se çfarë do të zbulojmë nesër. Çfarë do të zbulojmë në 10 vjet? Çfarë do të zbulojnë bishtrat tona në 100 vjet? Sepse rruga e njohurive nuk ka destinacion final, ka vetëm hapa të radhës. Dhe çdo hap na çon më afër një kuptimi më të thellë. Jo të vërtetës absolute, sepse ndoshta ajo nuk ekziston, por të një marrëdhënie gjithmonë më të pasur me këtë univers të mahnitshëm që na rrethon. Kështu që, kur dikush ju pyet se çfarë fshihet në brendësinë e hënës, ju mund t'i përgjigjeni, jo me një përgjigje definitive, por me një histori. Historinë e një zbulimi që vazhdon, historinë e një misteri që ngadalë po zbulohet, historinë e një specie që nuk pushon kurrë së pjeturi, dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo histori është më e rëndësishme se çdo përgjigje që mund të japim.